Dëgjojeni pak deklaratën e fortë të ish-ministrit të mbrojtjes së shtetit kanadez, Paul Heyler. Kush nga ju e ka parë intervistën e fundit, ai ka thënë diçka që është vërtet dritëruese. Bile, do t'ju them, shumë pak e marrin seriozisht atë çka thot ai, por do t'ju them diçka tepër të rëndësishme dhe pse unë mendoj që ka të drejtë. Dy gjëra të rëndësishme. E para, Paul Heyler, që është ish ministri i mbrojtjes së shtetit kanadez, doli në pension dhe pasi doli në pension, tha unë dola publikisht sepse dua të them të vërtetën. Nuk mund të vdes pa thënë të vërtetën. Dhe ai deklaron haptazi që një grup jo njerëzor, por jashtëtoksor vendosin në tërë planetin Tokë. Tani, kjo është pika 1, që pse ai deklaron pikërisht përpara se të iki nga kjo jetë, sepse doli në pension dhe tani nuk mund t'i shkaktojnë asgjë, përveç se mund t'i shkaktojnë vetëm vdekjen. Megjithatë, ai e ka thënë publikisht që unë nëse do iki nga kjo jetë, do iki tepër i gëzuar sepse më së fundi thash atë që mendoj. Pika 2. Tani, përpara se them pikën 2, dua t'ju kujtoj ata që nuk i kanë bërë like faqes, le t'i bëni like faqes që të shihemi sërish, nuk ju kushton asgjë dhe duke diskutuar së bashku ne informohemi dhe të paktën dim se çfarë do bisedojmë me shokët dhe shoqet, sepse duke informuar më shumë rrisim dijen. Kështu që ju faleminderit që jemi për herë bashkë dhe do t'ju lutesha lini komentet tuaja dhe shpërndajeni këto informacione. Pika 2 që unë mendoj është diçka tjetër që nuk e kam thënë publikisht, por do ta them sot. Do t'ju bëj një pyetje juve. Në qoftë se jeni në një vath me dele, ose në një kotec me pula, ose ndoshta në një stall ku është plot me kafsh. Nuk dua të them derra sepse nuk dua që të ofendoj askënd. Por unë është vetëm thjesht një pyetje kjo, kujdes sepse edhe unë bëj pjesë me ju, jam njeri. Por mendoj, sepse si thoshte edhe Cartesio, cogito ergo sum, pra unë jam dhe pikërisht pse jam, mendoj me mendjen time dhe nuk dua të mendoj me mendjen e tjerëve. Dhe them, a mundet që një lop në një stall të mund të drejtojë gjithë lopët e tjera? Është pyetje tepër e rëndësishme kjo. Ose më mirë, në një vath, një dele ose një dash mund të drejtojë gjithë lopët? Na është mësuar në shkolla që gjendet një pris që i drejton, qoftë me delet, por qoftë edhe me ato shpendët që shkojnë nga një vend në një vend tjetër. Mirë po, përsa i përket shpendët lëvizin me anë të disa receptorëve që tërheqin në mënyrë gravitacionale linjën e tyre atje ku shkojnë dhe kur kthehen sërish. Pra, sikur të jetë diçka mbi natyrore që i tërheq. Përsa i përket deleve ose tufës, i tërheq një dash, për shembull, sikur të jetë dash i madh, por dashi, nga i kën dashi ikin dhe delet. Apo jo, nuk është se ka një piksynim të caktuar, shkon atje sepse ka bar, kaq. Nuk është se shkon kush e di se si. Ka disa kafshë të tjera që bëjnë kilometra të tëra sepse shkojnë nga një vend i nxehtë në një vend të nxehtë tjetër, sepse fillon ftoma. Mirë po, të gjitha këto, nëse i keni vënë re, shkojnë, por mbeten atje. Nuk është se kanë një, si mund ta them unë, një organizim të caktuar. Përveç se uqërve, po dhe uqit prap janë uqër, janë kafshë të gjitha këto. Pra, për mendimin tim, një kafsh nuk mundet që të mbajë nën kontroll të gjitha kafshët e tjera. Okej, mund t'i udhëzoj deri në një pikë, sepse ndaj ja u thash të gjitha të pjesën e mëparme, mund t'i udhëzoj deri ku shkojnë. T'i udhëzoj për shembull që të shkojnë deri atje. Por jo të kujdeset për ato kafsh. Nuk mundet. Është e pamundur, sepse për shembull kalon njeriu dhe mund të bëjë ç'do doj. Pse e them këtë? Sepse po sikur me të vërtet të gjendet atje jashtë një specie më e zhvilluar se ne dhe të drejtoj njeriu, pra të drejtoj gjithë njerëzimin, po sikur. Sepse siç e kemi vënë re kohët e fundit, po thoj që të gjithë politikanët, të mëdhenj apo të vegjël, duket sikur janë vetëm papagall që flasin atë çka thon të tjerët. Dhe është vështirë që ata të vendosin. Për disa arsye, nuk është se nuk vendosin sepse nuk duan të vendosin. Nuk kanë shans të vendosin sepse nuk i lejon njeri. Për shumë arsye kjo. Tani, e zëm sikur këta
gjenden këtu, pra jashtëtoksorët. Tani dëgjoni se çfarë thot Poli, pra Paul Heyler, ish ministri i mbrojtjes së shtetit Kanadas. Ai pretendon që ekziston një specie, ekzistojnë shumë specie, por një në veçanti të quajtur reptilianët, që ata përdorin njerëzit për të mbajtur nën kontroll gjithë botën. Dhe dëgjoni me vëmendje. Ai thotë që gjejnë njerëz pa shpirt. Kujdes, gjejnë njerëz të pa shpirt. Po t'i vini re, askush nga këta nuk dua të bëj emra, por ju i gjeni vetë, bile do të kërkoje që të vendosni emrat këtu nëse i gjeni. Të gjithë këta, pra, nuk u pëlqet fare për njerëzit. Vjeni re. Të gjithë. Një listë e gjatë e pafundme që i njohim, janë të famshëm, një pjesë shumë e madhe. Një pjesë prej tyre kanë bërë edhe dëme të pariparueshme, që mos i citojmë të gjitha këto sepse njihen, disa jo. Megjithatë, mundet që të jetë vërtet kjo, sipas mendimit tuaj? Mundet që këta reptilian të përdorin me të vërtet disa individ, njerëz pra, që janë të pashpirt, si shto dhe Poli? Ku i dihet? Megjithatë, unë dua të nënvizoj diçka që ja vlen. Para disa javësh, pash një intervist të një funksionari të lartë, i ftuar në një program televiziv në mbrëmje, në një nga këto programe televiziv talk show, që në mënyrë të një inxhinier i informatikës dhe i teknologjisë, që bëri një deklarat të drithëruese teksa po bënte intervistën për gjëra të tjera. Dhe tha që në këtë planeta ka njerëz, tha, se nga këtu merri dhe ideja që të bëja këtë video, në këtë planeta ekzistojnë, tha, ata që drejtojnë, tha, janë njerëz të pashpirt, tha. Sepse nëse do ta dinte populli, tha, që janë me të vërtetë të pashpirt, tha, nuk do t'i votonte dhe nuk do t'i linte që të rrinin aty. Pra do bënte të pamundurin që t'i largonte. Por populli, tha, fle gjumë. Dhe po ta vësh re, çfarë ti thuash popullit atij që e fron atë merr. Pra nuk i shikon populli, nuk i shikon, qoftë edhe në politikë, qoftë edhe në shoqëri, nuk i shikon këto gjëra, sepse këta janë tepër të zgjuar dhe përdorin parat, përdorin pozicionin që të kenë dhe njerëz me vete. Dhe duke hipnotizuar këta të tjerët hipnotizojnë popullin. Dhe kështu që dal nga dal bëhen zinxhir dhe mbajnë njëri tjetrin. Dhe kështu qëndrojnë për herë aty. Pra Paul Heyler, ish ministri i punëve të brendshme të shtetit Kanadas, e thot publikisht që ata, pra këto specie jashtëtoksor, ekzistojnë në këtë planet, pra ka disa specie, por njëra prej tyre që janë këta reptilianët që drejtojnë planetin, këta zgjedhin njerëz të pashpirt që të drejtojnë dhe i ndihmojnë në mënyrë psikologjike, të jenë më të zgjuar, i ndihmojnë në mënyrë shoqërore që të kenë sa më shumë pushtet dhe i ndihmojnë dhe në mënyrë ekonomike që të kenë pushtet pafund. Pra, përkojnë të gjitha këto që thot ai ish ministri, përkojnë në mënyrë fantastike. Si thoni ju? Unë pres dhe komentet tuaja, do dëshiroja që një komentin tuaj dhe ju falemderit që jemi për herë bashkë. Kalofshi një ditë bukur.